Problemi i LDK-s gjithmonë vazhdon të jetë që nuk shikon ka vetja dhe problemet që i shkakton vetë, mirë po tenton vazhdimisht fajtorin ta gjej jashtë. Kjo ka ndodhur edhe në vitin 2020-2021, mirë po e shohim që po ndodh edhe në vazhdimsi, përderisa adresën e akuzave e ka jashtë, e në anën tjetër po e shohim që trendin e mbështetjes qytetare e ka për të poshtë. Së fundi pra humbi edhe 2 komuna në nivel lokal, sepse nuk shikon ka vetja dhe të problemeve të brendshme dhe çështjeve që ka lëvizur nga parimet, idetë dhe argumentet mbi të cilat është ndërtu ai subjekt politik. Kur LDK ka përjashtu Vjosa Osmanin, Vjosa Osmani ka qenë personi me besueshmërinë më të lartë qytetare. Ka qenë personi i cili ka qenë i kandiduar për kryeministër nga ai subjekt politik. Dhe në një mbledhje urgjente elektronike, përjashtojnë personin i cili ka besimin më të lartë qytetar. E kur e bën atë gjest, sepse ne nuk jemi asgjë më shumë se sa përfaqësues të besimit qytetar. I gjithë Kosova nuk mundet me qenë në kuvendin e Kosovës, andaj delegon përfaqësues, fal besim, brenda asaj që ti e prezanton para opinionit publik. Ajo se çka është prezantu para opinionit publik, dhe ajo se çka ka prodhu politika e LDK-s, ka qenë tërësisht ndryshe, andaj dhe ka marrë përgjigjen e vitit 2021, ku bjen në 12%, e Vjosa Osmani del gruaja e më e votuar në historinë e Republikës së Kosovës.